Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi turizmin dhe sepse ky sektor është caktuar si nga prioritetet më të mëdha të zhvillimit të vendit, kryesisht vitet e fundit. Për të folur gjithësisht për këtë çështje, por edhe tema tjera të aktualitetit në vend, sa i përket edhe asaj ku dhëndri i Donald Trump, Jared Kushner, do të investojë në Sazan dhe çfarë pritet të sjellë ky investim, që do të jetë një investim vetëm për shtresat e pasura apo do të ketë një ndikim edhe tek shtresa e gjerë e popullsisë shqiptare. Për të folur më shumë për këtë çështje, ne kemi të ftuar një nga personazhet më aktive të çështjeve që janë mjaft të ndjeshme sa i përket ato që prekin shqiptarët, siç është zoti Vladimir Dyshniku. Zoti Dyshniku, përshëndetje. Përshëndetje juve. Zoti Dyshniku, ju keni kaluar dhe keni parë për gjatë këtyre viteve sezone që shkojnë e vinë sa i përket aspektit turistik. Këtë sezon aktualisht si e shikoni? Për mua, sezonat një nga një të turizmit nuk kanë qenë për popullin, kanë qenë për qeveritarët. Reklama e madhe që bëhet, si ka shërbyer vendit. Përcaktimi i turizmit si prioritet kryesor i zhvillimit të vendit, për mua është me pasojë të rrezikshme për të sotmen dhe për të ardhmen e vendit. Po pse them këtë? E them të rrezikshme sepse deri më sot ky turizëm nuk i ka sjell asnjë përfitim qytetarëve, shumicës qytetarëve. Aq më tepër pensionistëve, 800.000 pensionistëve. Turizmi është bërë një lule mos e kput. Nuk është turizmi, nuk i shërben qytetarëve shqiptar. Por unë duhet të ngrej një pyetje. Kush e përcaktoi turizmin si prioritetin e vetëm të zhvillimit të vendit? Çfarë analize u bë që u përcaktua ky prioritet? Po Evropa pse heshti që u caktua ky prioritet dhe vazhdon akoma? Po unë këtë Evropës i vë faj e quaj bashkëfajtore. Sepse kjo që në fillim nuk udhëzoi politikën shqiptare që të hartonte një strategji kombëtare të zhvillimit të vendit në të gjitha fushat e jetës, por i la politikanët shqiptar të shinin, të bënin siç kanë dashur vetë. Prandaj filluan me shkatrimin e vendit. Pra Evropa nuk i tha ndal. Po me turizmin sot, çfarë është bërë? Çfarë fituan shqiptarët me turizmin? Unë mendoj se s'kan fituar asgjë, edhe për ta përcaktuar siç e ka qef shumë kryeministri Rama, shqiptarët kanë fituar vetëm nos rrokun. Po pse ka ndodhur kjo punë? Po si mund të përcaktosh turizmin prioritet kryesor të zhvillimit të vendit, kur turizmi jonë është fillestar, është tremujor, është gati fshataresk, kur të neve nuk ka një plan të zhvillimit turizmit. Pra, ai nuk ka pas strategji për të zhvilluar vetë turizmi, le më të zhvilloj ekonominë e vendit. Po për një vend si që Shqipëria, me pasuri kolosale nëntoksore, është një çmenduri të përcaktosh turizmin si prioritet kryesor. Për mua, ky prioritet është një filozofi anti-shqiptare, sepse e ka dëmtuar jashtëzakonisht shumë. Çfarë ka dëmtuar ky turizmi? E para je nuk mund të thotë dot njëherë çka kemi fituar nga turizmi. Vetë ky kryeminist thotë kemi fituar disa miliarda. Po nga i fitoi këto miliarda ky? Se ky transparent nuk bën. Ma merr mendja, ato që ka fituar ky, i ka fituar kryesisht nga qerat e zgjedhonjeve. I ka diskriminuar qytetarët shqiptar, sidomos pensionistët, që të mos frekuentojnë plazhet shqiptare, po i ka mbushur me zgjedhonje.
Pra këto janë fitimet, po në botë nuk fitojnë kështu. Nuk është ky turizmi që duhet zhvillohet, ky është turizëm fshataresk, edhe qeveria tregohet harbute ndaj popullit vet. Se nuk harxhohet, nuk fitohet më shumë nga hotelet, nga restorantet, nga resortet. Po fitohet nga zhezdonja. Po mirë, pse i vë ky zhezdonget me qira? Pse i vë? Për çfarë qëllime që i vë dhe kush përfiton nga ato zhezdonjet që të quhet turizëm? Se kjo ka ngelur. Se fusha tona, bregdeti jon turistik, nuk ka asgjë turistike me ato që ka bota. Është beton arme edhe rër. Beton rër. Nuk ka lulishte, partje, shititore. Thash të zakonshme, jo, bë një shititore aty në Lungomaren, në Durrës, e Lungomaren edhe në Saranda, po Lungomaren në Vlorë, edhe kjo është shititoria. Nuk është kjo shititoria. Po ta ka plot shembuj të tillë. Zoti Dyshniku, që pas viteve 90 deri më sot, me aq sa keni parë dhe ju për gjatë kësaj periudhe, si mendoni, a nuk ka pasur Shqipëria hapësirë tjetër apo sektor tjetër që mund ta zhvillonte, por ka mbetur vetëm tek pjesa e turizmit dhe kjo pjesë, siç thotë edhe ju, ka dhe pjesën e mos transparencës, pra, dhe si mendoni sa është përkthyer të ardhurat e turizmit në rritjen e mirëqenies së vetë shqiptarëve apo në ofrimin e shërbimeve nga vetë qeveria? Në radhë parë, qeveria nuk ka bërë asnjë transparencë se çka ka fituar dhe çfarë ka ndërtuar, çfarë shërbimesh ka plotësuar me këto që të na bind. Po nuk e bën dot të punë, nuk e bën dot kurrë, se nuk e fshet dot. Se ndërtoi atë tunelin e Llogaras, nuk e ndërtoi për qytetarët. E ndërtoi për oligarkun. Po ai oligark, çfarë ka bërë? Ja fitoi ai shumë. Po, ka ndërtuar ai çerdhën e kopës nëpër qytete, nëpër fshatra ai? Ai në shkollë, në lulishte, në park, ai oligarku ka bërë gjë në këmbim, siç bën bota. Asnjë gjë s'ka bërë. Por edhe qeveria nga ato që ka fituar, çfarë ka bërë? Se ke Tiranën ti, 20% e fëmijëve shkojnë çerdhe shtetërore. Pra nënët janë pa punë. Por përcaktimi i turizmit si prioritet kryesor është një çmenduri, është një idiotësi. Pse e them unë? Pavarësisht se Evropa nuk ndikoi që të bëheshin në fillim të caktohesh një strategji kombëtare e zhvillimit. Megjithatë, Sali Berisha sa mori pushtetin, i vuri kazmën të gjitha pasurive kombëtare. Njerëzit dolin pa punë. Tani po t'ishte vetëm se ishte faj edhe gabimi i Sali Berishës dhe jo i ndërkombëtarëve, këtë punë, këtë gabim nuk duhet ta bënte Edi Rama kur mori pushtetin. Duhet ta korrigjonte. Po çfarë duhet bënte? Në konditat kur shkatëruar ekonomia, kur shkatëruan pasuritë kombëtare, njerëzit ngelin pa punë, detyra e parë kryesore, prioritare e qeverisë do të ishte hapja vendeve punës. Po që të hapë dhe vende pune, duhen futur kalamajt në qerdhe, në kopshte, në shkolla, që nënët dhe baballarët të shkojnë punë. Po ku do venin punë? Në turizëm? Turizmi ka bari dhe kuzhinier ka kryesisht. Ai pak që ishte fillestar në atë kohë, pavarësisht se tani ka filluar të zgjerohet, po prap ka ngelur pa punonjës të kualifikuar, të aftë, profesionalisht, pa kulturë profesionale për turizmin. Po ky turizëm e ka shfrytzuar thjesht për propagandë dhe për korrupsion. Sepse me turizëm i ka dhënë vetës të drejtë këtë të ndërtoj autostradat me kostot stratosferike, porte, aeroporte, tunele, ura, e tjera. Atëre, qa fituam ne nga gjithë to miliarda euro që ka marrë hua e borxha nga FMN-ja, nga banka botërore, nga bankat tregtare në përbot? Çfarë ka bërë? Po i ndërtuam, thot, me borxhe kemi ndërtuar. Jo, i ka ndërtuar me taksat tona. Sepse interesat e këtyre 500-600-700 milion në vit i pagojmë neve. Prandaj s'ka rrit ky pensionet dhe rrogat. Se paguan borxhet e huat e botës. Atëherë çfarë fituam nga ky turizëm? Kush u punësua nga turizmi?
Punësimi nuk e bën turizmin në kushtet tona. Bilas shtetet zhvilluara nuk pretendojnë që të punësojnë shumicën e punojësve të tyre, punëtor, qofshin ta apo specialistar, vetëm me turizëm. Punësimin e qytetarëve e punojësve të një vendi e siguron industria. Po as ky, as Evropa se kanë zënë kurrë në gojë shfrytëzimin e pasurive kombëtare me cikël të plotë. Aty pas punësojnë shumë specialistë të lartë që të mos ikin nga vendi, se kamarier, inxhinieri nuk do të vej kamarier dhe kuzhinier, apo financieri, apo arkitekti, apo dizajneri, etj. Gjithashtu, asnjëherë se zënë gojë këta. Ore, pse nuk zhvillohet industria këtu e prodhimit të makinerive edhe pajisjeve tyre, e elektroteknikës? Pse nuk vijnë firmat nga Amerika, nga Japonia, nga Singapori, nga Hong Kongu, nga Malezia, nga Indonezia, nga India? Pse nuk vijnë to këtu që të hapi vende pune? Po jep oligarkëve tanë me €1 metri katror. Investitor strategjik. Po pse sy jep investitor strategjik me 100.000 lekë vjetra? Pasuri ta. Pse si jep hujve? Çfarë janë këto gjëra? Po të pazar me taj, se me të hujë s'do të pazar. Kjo është që ky prioritet i turizmit si i vetmi që do të zhvilloj vendin, ky është caktuar vetëm ai kokë nga diktatori Edi Rama. Dhe bota hesht bota. Po pse hesht bota? Është dakord me këtë prioritet, me këtë gjendje kaq të mirë të ekonomisë të vendit tonë, me këtë shpopullim të vendit, me këtë nivel të mjeran të bujqësisë, blegtorisë, frutikulturës të vendit tonë? Po sepse Evropës intereson dhe jo vetëm se është treguar, si thuaç, dorëzanse në këtë lloj prioriteti të gabuar ndaj vendit tonë. Por Evropës i duhet që ne të jemi si VC e turistave. Se turistët tu, çfarë ka bërë turizmi të ne? Turizmi të ne ka bërë që prodhimet bujqësore, me që shteti nuk i mbështet, prodhimet bujqësore, bujqësore, frutikultura tjera, i herrin kanal. Qumshin, domatet, kastravecat, bostanët, rushin, luleshtrydhet, i kanë hedhur në rrugë. Se ky është ai turizmi që do ndihmoj? Turizm zhvilluar do thotë që të zhvilloj vendin, të zhvilloj bujqësinë, të zhvilloj industrinë, që turistët punojnë me mall vendas. Kryesisht. Prandaj Evropa si intereson, turistët janë tanët, vinë aty, hanë ushqimet tona, flenë me pajisjet tona, ju jeni thjesht shërbëtor, yzbeqar. Pse ky është turizmi? Për këtë turizme ka dhafi ky? Pse ky do zhvilloj vendin? Ky do ngrej fabrika, uzina, kombinate? Ky do punizoj inxhinierët? Ky lloj turizm? Po turizmi i zhvilluar, po t'ishte i zhvilluar, ai nuk do punësonte thjesht kamarier, kuzhinier. Kush ka varë jashtë në resorte ka parë se resortet turistike kanë inxhiniera, elektronik, elektrik, ka informatik, ka financier, ka arkitekt, dizajner, etj. Pra nuk ka thjesht kamarier, kuzhinier. Po këtu të ne çfarë ka? Ai niveli ashtu. Prandaj ky vazhdon me këtë. Por fajin unë java Evropës. E kam thënë dhe një herë tjetër, dhe po e them prapë. Turizmi si prioritet është një faj madh, është një fatalitet për vendin tonë. Dhe fajin e ka Europa. Dhe Europa po përsërit, po me pasoja të rrezikshme, atë që i kërkoi diktatori sovjetik Krushovi qeverisë shqiptare në vitin 1959, që juve mjafton të mbillni lule dielli, se për të tjerat përgjigjemi ne. Aq grur sa han mi të depotona, aq konsumoni ju në një vit tërë. Pra, po të ishte dëgjuar ky diktator, do mbillsi lule dielli, edhe ne sot do të ishim bërë patjetër koloni si Çeçenia e Rusisë sotme. Prandaj Evropa, pse nuk flet, jo më fal, pse nuk flet Evropa për industrinë? Pse s'flet? Pse nuk flet për shfrytëzimin e pasurisë kombëtare me cikël të plotë? Pse nuk flet?
Këto janë politikat qeverisë shqiptare dhe Evropa ka pjesën e saj që ka dhënë rekomandimet e duhura për të plotësuar në mënyrë që Shqipëria të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Ju e përmendët pak më parë disa nga arsyet që pse është bërë prioritet turizmi. Po arsye tjera konkrete sipas jush, cilat janë dhe çfarë pasojash prodhon kjo gjë duke u përqendruar vetëm në një sektor në zhvillimin e vendit? Nuk mund të zhvillohet vendi vetëm me një sektor. Nuk ka vend të botë. Përreshto Maldivet, Karajbet, që s'kan asgjë tjetër. Apo të ngjashmet. Se kush ka qenë në Zimbabwe, ka parë që ka resorte turistike me 5 yje, të shkëlqyera. Por ama matan gardhi të këtij resorti shikon një mjerim të tërë, njerëzit rrojnë kasollaj. Janë si në kohën e sklava pronaris. Pse këtë lloj turizmi do demonstrojë këtu në Shqipëri? Këtë do ndërtoj ky. Ky ka bërë lungomare në Vlorës, po të hysh brenda në qytetin e Vlorës janë geto, është geto e tërë. Ke Tiranën këtu ti. Çfarë turizmi thot ky? Tirana turistike. Vetëm sheshje Skënderbej, edhe bulevardi Dëshmorët e Kombit edhe në çika ajo liçeni artificial. Ku është Tirana turistike? Le vini zëvërisht Nasir, le të shikoj Tirana turistike. Turizmi zhvillon vendin. Ku e ka zhvilluar vendin? Ku ka zhvilluar vendin? Çfarë thot ky që ka zhvilluar vendin? S'ka zhvilluar vend ky. Ky vetëm ky ka bërë reklam. Ka bërë reklam. Me ato lekë që fiton turizëm ky, i hipën, shkoj me avion 50.000 euro, dollar, shkojnë në Holland. Po, për këto gjëra ky është mjeshtër. Edhe s'ka lekë për pensionet. Si mendoni, çfarë pasojash prodhohen në këtë rast për vetë shqiptarët sa i përket përqendrimit vetëm tek turizmi, ndërkohë siç thatë dhe ju, shumë pak shërbime janë ofruar shqiptarëve nga të ardhurat që mund të jenë grumbulluar nga pjesa e turizmit, ndërkohë sa është dora e qeverisë në shërbimet publike që do duhet të jap kundrejt atyre që merr përmes taksave? Asnjë lloj shërbimi s'ka. Të gjitha shërbimet shtetërore dhe vendore në Shqipëri janë dhënë privatëve. Pra shteti nuk kryen asnjë. Është tamam si qyqja që çon vezët në folet e të tjerëve dhe vetë nuk i bën asnjë shërbim zogjve vetë. I rrisin të tjerët. Edhe ky ka mbushur ministrit e bashkit me mbi 200.000 zyrtar që i duan ti vetëm për zgjedhje. Se asnjë punë nuk bëjnë. Se i bën privatat. Edhe privati kuptohet, i bën shtrenjtë se do fitojë dhe vetë. Prandaj ky nuk bën shërbime. Po çfarë shërbime do bëj ky? Të parën gjë ky do të ndërtoj, duhet të plotësoj qytetet, zonat e banuara, duhet të plotësoj me elemente etik të domosdoshëm. Që fillojnë nga qertet, kopshet, shkollat, lulishtet, parqet, shënditoret, bibliotekat, qendrat kulturore, deri te koshat e metrovina. Duhet të largoj nga hapësirat midis pallateve dhe trotuarët, kafenet dhe dyqanet. Njerëzit nuk kanë ku lëvizin. Geto tamam getos, si kampet e përqendrimit nazist. Ky smerret me këto. Është bërë mendje turizëm, shkon 10 herë në lungomarën e Vlorës për të parë ç'a bëhet. Sigurisht në pronën e tij. E ka dhënë me koncesión, po. Kërkoi llogari. Çdo ti kryeminist që të merresh ti, nuk e punti, kaq punë ke ti. Ç'është kjo llogari këtu më? Ç'është ky kryeminist? Ky as sekretar kooperative nuk vepron këtu. Do vej ky në çdo gjë. Ka krijuar paketën e maleve. Për marsim, turizëm malsor për 2-3 fshatra me 5-6 shtëpi. Po ç'të turizëm malor më? Ti this ke turizëm bregdetar dhe ligjënor. Që është për faqe zezë. Po s'do mund, se unë akuzova, e kam akuzuar dhe më parë. Edhe dhënia portit Durrësit, falja portit Durrësit dhe bregdetit të plazhit Durrësit për mua është një tradhti kombëtare. Është një akt kriminal i pa precedent në botë. Se atë portin e Durrësit, atë portin e jahtëve që ky do ndërtoj ai Alabari me 280 vende, unë e kam parë në Michigan, në një qytet në disa qytete edhe me 3.000 banorë. Edhe kanë mbi 500 vend parkime. Ky me 280 Alabari, ky miliarderi do prishi portin e Durrësit
për të bërë një port jatesh që me çfarë të bëj? Atë portën jate e bën çdo firmë tona shqiptare ndërtimi. Bile dhe bashkia me lekët që ka të plerave, të pastrimit të plerave, mund të ndërtojë atë. Se portët e jate në Michigan nuk janë luksoze. Kthesh me drasa. Edhe atje nuk vin jahte të vogla, se atje vinë Kanadaja. Në vina Kanadaja, që janë liqenet të mëdha. Bile në liqenet të mëdha lëvizin edhe kroqerat me 10 kate. Se po t'i vinë ti kroqera me 10 kate për të furnizuar, ky thot na erdhi për kroqera më e madhe në botë. Ky vuan nga deliri madhështisë. Atje bën turizëm i madh. Pa ma qytetet breg liqenore atje, ke qefti shosh, këtu është beton i gjallë. Nuk shef një lulishte, një lule të gjallë në për plazhe. Nuk shef një WC, nuk shef një stol, një tavolin të ulen njerëzit, po jo me lek, çdo gjë me lek. Pa thënë pasaj që plazhet, në të gjithë plazhet janë mijëra kilometra plazhe në Michigan, janë tarafalas publike. Edhe shoqëruar me parqe, me të gjitha elementet. Zoti Dyshniku, ju përmendët rastin e portit Durrësit, po një nga pasuritë e tjera të Shqipërisë është edhe Sazani, i cili i është dhënë për investim dhëndrit Donald Trump, Jared Kushner, i cili ka ardhur së bashku me bashkëshorten e tij Ivanka Trumpin, pra të bijën e presidentit amerikan, për të investuar në Sazan. Ju si mendoni, ky investim do të zhvillojë më tej turizmin, apo do të jetë thjesht për një grup të caktuar njerëzish të pasur dhe që nuk prek pjesën e gjerë të popullsisë për, po themi, qoftë për ta vizituar, qoftë edhe për t'u kthyer pra ky investim si shërbim ndaj njerëzve të thjeshtë? Unë në këtë çështje e Sazanit, po edhe të pyllit të Divjakës, plazhet Divjakës, unë e kam thënë vite më parë. Sazani duhet ishte dhënë firmave gjigante turistike, investitorëve strategjik që ka bota, që Sazani të kthehesh një Las Vegas i Europës, një Monaco, një Karlovy Vary. Jo thjesht të vjen turistë të zakonshëm shqiptar. Atje nxjerrë leku madh. Atje të vinë nga gjithë bota, vinë kroqera nga gjithë bota. Pra ajo do të jetë Sazani do të jetë. Pra jemi në të njëjtën pikë. Ai duhet gjetur midis, do të ishte bërë një konkurrencë, do të ishte paraqitur disa variante, disa konkurrues. Edhe ai që është më thjeshta, qeveria duhet bëj transparencë. Çfarë do japi e çfarë do marri. Çfarë përfitimi ka edhe kur do vinë këto përfitime. Se unë që jam pensionist, ti të thosh që mua mas 30 vjetësh do përfitoj shteti jon, atëherë për çfarë e jep ti këtë? Dakor edhe mas 30 vjetësh se do rrojnë dhe të tjerë mas tesh. Po mi për mua çka ke bërë ti? Se edhe për të portin e Durrësit ky, thotë që mbas 35 vjetësh thotë do t'i kaloj shtetin shqiptar. Kjo është një gënjeshtër, një mashtrim që nuk e di unë, vetëm të çmendrit mund ta besojnë. Po çfarë do njeri për ta marrë shtetin shqiptar mbas 35 vjetësh? Kur ta ketë miel ky. Porti jatet është port. Do ngeli vetë betoni, se jatet janë të privatëve, do vinë do ikin. Ndërtesa që do bëhen në plazh, do t'i kenë blerë privatët. Ndërtesat, hotelet, pishinat. Atëre, çai ngel, po atje shteti shqiptar, do ngeli vetëm si punë parkimi. Do marrin qerat e parkimit që do vinë atje. Vetëm për kaq gjë i ke dhënë 3-4 miliard euro atij arabit për kaq, për ta marrë mas 35 vjetësh. Po të portin e jahte dhe ato ndërtimet, sipas asaj që kam parë në projekt atje, në skic, ato mund t'i bëj çdo firmë ndërtimi e jona. Çdo firmë ndërtimi mund ta bëj. Pse do t'i jepësh ti falësh atje? Pse s'ia falësh shqiptarit, fiton dhe shqiptari. Këto janë për pazare. Unë kam në celular video plot
të disa plazheve në Michigan, plazhe qytete të vogla, deri në 15.000 banor, kanë parqe, kanë porte të jateve me 500-600 jate, lloj jate nga më gjigantët, edhe janë në shërbim të qytetarëve. Hynë qytetarët brenda mund mes të portit, shëtisin, ulen, ka tavolina, stola, po kjo e ka bërë, do vërë posto blokë atje. Zdo hysh do të brenda atje. Është si pun kazerme e kohës luftës. Së është drejt. Ju keni qenë dhe ish ushtarak, si shikoni kur pikat strategjike ushtarake, siç është ajo Sazanit, shndrohen në një formë të tillë duke u dhënë për investim, qoftë në këtë rast të dhëndrit të Donald Trump, i cili ka fituar statusin e investitorit strategjik dhe do të investojë atje një kompleks të madh turistik. Tash në këtë sistem që jemi neve, nuk del mbrojtja në plan parë. Përdesa ke hyrë në NATO, ke detyrim ti ndaj NATO ose dhe NATO ndaj teje. Ndryshe atyre, pse e ndryruam sistemin? Le ta marrni fortifikat luftarake. Po tishim kaq të mençëm ne, ta qeveritarët tanë kanë llafin unë, ose kaq adhetar, këta nuk i vodhën të armatimin. Nuk i shkrin topat e tanket, i shitën aeroplanet në ndecet e tjera, raketat. Kujt i bëjnë ta? Kujt ja tregojnë ta? Këta janë armik popullit shqiptar. Këta e kanë rrje për popullin, e kanë lënë lakuriq, edhe vazhdoj të arjepin lakuriq. Kurse në rastin e Sazanit, unë e kam thënë me vonë, me kohë, ai të bëhet një Las Vegas. Aty të nxirren miliarda dollar, euro në vit për shtetin. Para ma du të bëjt transparencë ky. Se ne pasurit madhe kemi edhe naftën, kemi edhe kromin, kemi edhe bagrën, heku nikelin, po shteti jon nuk ka thënë deri sot se thuhet që ne s'marrim as lek. E përfitojnë ata që oligarkët apo kush e ka marrë apo thuaj, shteti jon s'merr as lek, sepse s'bëj transparencë. Pse nuk e bëj transparencën? Ose kemi tapin. Kaloi tapi, tubacioni i tapit, ç'morëm ne? Asi qëndarët nuk morëm nga kalimin, nga qeraja për kalim. As edhe një saracines për të marrë gas. Sa ashtu është bë kontrata nga ata, qeveritarët tanë, nga tradhtarët. E tani abuzohen ta për një firmë që pas ka dhënë X y Y. Jo, kanë bërë tradhtit madhe. E mos ta thonë ne pensionistët s'kemi lek për pensionet. E kanë vjedhur të popull. Janë treguar më keq se nazifashistët. Kanë shkatruar çdo gjë dhe vazhdojnë të vjedhin. Dhe Evropa ka qepur gojë për turpin e saj, duke treguar edhe një herë që është armike e shqiptarëve. Se ndryshe sillen me serbët, e ndryshe me shqiptarët. Se ti thua turizëm, çka ka penguar turizmi në shpopullimin e vendit? Po turizmi ka shkatruar dhe arsimin. Ka shkatruar arsimin. Po si mund të vej djali im apo vajza ime në shkollë të lartë për të qëndruar në Shqipëri kur vetëm kamarje buzhinjer ka? Ti që këtu i ke thënë, i ke jashtë se këti s'ke vend punë këtu, nuk e të ardhme. Që këtu fillon. Pra, njerëzit që të bëjnë, do humbasi edhe dëshira që në klasë parë, klasë 2, klasë 3, edhe prindi nuk do shpenzoj për gjë, edhe mësues thotë në mlek mua thotë notën ta vëun si duash ti. Ja, me që erdhi rasti në kjo nota. Ja po jap dhe një shembull unë që për këto shkollat e famshme private. Më tregonte një shoku im një ditë në kafene, më tha, kam në një shkollë private dhe kam besën. Po, është në vit parë gjimnas. Bëm provimi tani tha, e i thashun, po ti s'po mëson. I thashun, pse s'mësoni, thashun, mbesës. S'ka nevojë, tha, kemi librin, tha. Si ke librin, thashun? I tha ai. Librin, tha, kemi librin. Po ti e provim, po çka ke në kokë, tha, jo çka ka librin, se librin e di mësuesja. Po jo, tha, se mësuesja na lënë të hapin librin, tha. Se puna është që ajo thot bëni mirë si mas librit, thot, ka hall dali mirë mësuesja.
Jo sa dim në kokë. Ky është niveli edhe i arsimit privat. Ja ky. Këtu e ka quar ajo turizmi, prioriteti turistik. Se është dhe kjo tjetra. Pse nuk mësojnë, pse arsimi është degdisur ka rënë kaq poshtë. Sepse tani e shohin, ore ç'a duhet bësh? O do të bësh patronazhist, o do të bësh hajdut, o drogaxhi, o do iksh të vjedhësh shtëpit. Këto janë zanatat që nxit turizmin. Se këtu s'ka fabrika, uzina, kombinate. S'ka këtu. Deri ti e thoshin që është vërë kloni, nuk hyn të huajses, nuk lejohet të vinë të investimet e huaja. Po tani kush i pengon këta? Se kushtetut nuk është ndaluar, mirateri ishte ndaluar. Po tani që s'është ndaluar me kushtetut, pse s'vini investimet e huaja? Pse me Fanta, Coca-Cola, me Pepsi do bëhet treki këtu? Qa është prodhimi vendas? Qa është prodhimi vendas? Ajo Ministria e Bujqësisë, pruri Evropa edhe i vogël, edhe ministri është akoma këshilltar e kryeministrit. Qa do me ti? Qa duhet me këtu? Hidhen mollët, po është kulmi më. Po kjo Ministria e Bujqësisë, si se orienton këta fshatarë të shketë? Ore, hapni punishte, hapni fabrika, të prodhoni me mollë, të prodhoni lek mollësh, komposto, reçelra, etj. Ti qoni jashtë shtetit. Që të fitoni më shumë. Jo, që duhet? Hipin aeroplanit, pin kafe në Vjenë, në Londër, në Paris. Ky është shteti jonë sot. Pandaj thot ky turizmi, sepse turizmin e kanë privatët, ata kanë buzhirgje, ky i fut autostradën, fut sa lek në xhep, pastaj se ke pundi, i kam hapur rrugën do thaj. Nuk kemi thot në komunizëm, i kemi hapur rrugën. Atje ku e ke më mirë ti, atje shko. Po ç'a është kjo më? Ç'a është kjo politik? Ç'a është kjo politik? Edhe Evropa hesht. Nuk do ta bëj Evropën, nuk se mund të vijë Evropa të ndoj. Po Evropa do t'japi orientim, ashtu si flet kur kërkojmë, kur protestonim ne për rritjen e pensionet, erdhi Banka Botërore me FMN, tha, s'kemi lek. Po pse s'erdhën këtu ata kur dy fishojnë rrogët e ministrave edhe deputetëve këtu? Pse nuk i tha stop rritjes së rrogave tyre? Ja pra Evropa. Pse jo që Evropa ka plotësuar kushtet? Çfarë kushte ka plotësuar ky? Pse nuk thonë? Çfarë kushte ka plotësuar? Asnjë kush nuk ka plotësuar. Se kush do të plotësoj për mua, jo letrat që mbush letrat. Se ky tha dhe para një viti tha, bisedova tha me atë Mira Murati tha, se Evropa i thotë që të implementosh ligjet e Europës e Bashkimit Evropian në Shqipëri. Ky tha sa mi përkthem mua ti sa më shpejt që mos harxojmë kohën. Pse punë përkthimi është ligji. Po çfarë ligji thotë? Po ti gjë më elementare. Evropa si thotë ja, ora hap dyert e zyrave të shtetit edhe bashkive, që të vinë njerëzit të konsultohen, të ankohen, të akuzojnë, të denoncojnë të korruptuarit, paftët e zyrtarëve etj. Kaq, po kjo është më elementare që ekziston në botë. Kur ti ke mbyllur gojën qytetarëve, ç'a kërkon ti më zhvillim? Zhvillim. Ja këto që them unë, ja kam thënë me kohë këtia. Ti kryeministri. Ja kam thënë, ler një autostradë bosh. Shtyje për më vonë. Edhe plotso, të gjithë fëmijët të jenë në çerdh dhe kopshte në shkolla. Kur të nxjerrin fitime thotë ai nga këto rrugët, thotë nga këto aeroportet, atëherë do bëjnë këto që thua ti. A e dëgjoj më çfarë përgjigje më ka dhënë? E kanë kompjuter përgjigjet. Përgjigje, ky është i papërgjegjshëm. Ky s'punon, s'ka pikën e vullnetit të punoj për popullin shqiptar. Sa është ky për këtë punë? Edhe qorrat vajtën e votuan, se jep një kock për turpin e tyre. Zoj Dyshniku, deputeti britanik Farage ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se po sillet hipokrit ku nga njëra anë ka pranuar emigrantët që sjell Italia në qendrën e Gjadrit dhe nga ana tjetër ato që kërkon Britania për t'i sjellë në Shqipëri, pra emigrant të ndryshëm, nuk ka pranuar në rastin e kërkesës që i bëri kryeministri britanik. Dhe për këtë arsye ai ka thënë që 1 në 50 shqiptar janë në burgjet e Britanisë dhe Edi Rama t'i marrë sa më parë këta shqiptar. Ju si mendoni, çfarë ka prodhuar gjithë kjo politik nisur që nga analiza që ju bët pak më parë mbi
emigrimin e shqiptarëve jashtë vendit dhe nga ana tjetër a rrezikon që Shqipëria vërtet të marrë emigrantët që ndodhen në burgjet e Britanisë për të rikthyer në Shqipëri? Unë lexova përgjigjen që i dha ky. Tash nga ana diplomatike unë mendoj se ja ka dhënë mirë ky përgjigjen atij. Se për këto punë ky është mjeshtër. Po puna është që ky duhet zgjidhë pse kanë vajtur ata emigrantë atje. Edhe pse merren me krime ata atje. Pse janë për burgje, se janë vetëm në Angli. Po janë në tërë Evropën. Po ti ke prima burgje plot. Më shumë ka burgje se sa universitete. Pra problemi fillon këtu. Atë që thash që parë, që këtu s'ka punë njerëzit, atëre do merre me punë të pista. Ai deputeti angles mund mos e ketë drejta të shifrë të saktë, se zakonisht në këto raste kur bëhet çik mediatike edhe zballohen gjërat. Po që është fakt ky për shqiptarët është se vetëm media jonë njerë i trumbeton me të madhe. I trumbeton, nuk trumbeton për shembull se s'ka çerdhe e kopshën në Tiranë, po thot kaq filani kaq ashtu drogaxhin në Ekuador. Takova filanin, takova fisekun. O bredhin kadranët. U kap ky këtu, kaq drog këtu, kaq drog atje. A kupton ti se çfarë lloj propagande bëjmë ne këtu? Nuk bëhet propagandë të kritikohet tu Shqipëria që bëhet vendi i jetueshëm. Ti kundërvjet politikave që bën ky. Ky thot e kemi të hapur dot kufirin. Po ti ke të hapur kufirin, se s'bën punën ti si e ti pa aftë, se kufirin e kanë hapur të gjithë bota. Po ti e ke hapur për së prapthi. Ti ke hapur se ti e ke lëquar pa dorez, se marrin një gjë. Ky thot marrin se turizmi nuk është thjesht të vinë turistët tu të lajnë edhe të ushqejnë edhe të flenë. Nuk janë këto, se ata turistët që vinë, ata që janë tamam elitar, nuk janë se ata që marrin e byrek 300 lekë, edhe flenë, marrin çadrën, dy të dashuruar, edhe hapin çadrën në Lulishte te stadiumi Dinamo. Unë them me turizëm elitar, janë ata që shkojnë për resorten, harxojnë, shpenzojnë, por ata nuk kanë nevojë thjesht për të shkuar për të rënë qoftet në Pazar i Ri. Prandaj, ai elitari, ai do parqe, do lulishte, do aktivitete, ç'a aktivitetesh? Pse ato që bën ai privati, thret këngëtarë, hajde këndoj një këngë sot, këndoj një këngë nesër, vinë nga Kosova këngëtar, këndojnë, ai marrin merr i parë. Po s'është ky? Në botë ka aktivitete të përditshme. Ore duhet argëtohet populli. Jo thjesht argëtim turistik. Po mirë, po populli kur do kujtohesh ti? Se këti ka ngjerë mendja turizëm. Ky është kryeministër i turizmit, nuk është i shqiptarëve. Se ky nuk zëngoi shqiptarët. Ne thot ja kemi sukses, ja, kaq milion turista. Po sa milion pa punë janë? Sa fëmijë pa shkolla, pa çerdhe? Pse si zëngoi? Nuk i zëngoi këta. Ose marrin tjetër. Thot ky, do vizitojnë turistët do tej ato kalat e vjetra, monumentet e kulturës lartë. Dakor, do vinë ata. Sa shpenzon ky për këta në vit për ristrukturimin e këtyre edhe mirëmbajtjen e këtyre monumentet e kulturës? 100 milion euro. Dakor që i bën ky. Po mirë, ajo është kultura e një kohe të vdekur, e kaluar. Po mirë, sa lek harxhon ky për kulturën e njerëzve të gjallë, të fëmijëve, të të rinjve, të qytetarëve? Asnjë lek. Asnjë lek. Se ky vërtet harxhon, sponsorizon kur vinë sportistë, kur bëhen gara d'Italia e tjera, kur vinë këngëtar tan në sheshe SFNB, paguon bashkia, paguon qeveria, Ministria e Kulturës, bën parë. Po populli nuk do këto. Populli do, fëmijët dhe rinia duhet argëtohen për ditë në lagje, në shkolla. Duhet ketë aktivitete siç ka bota. Bota ka në lagje,
kam parë në Michigan me 10, kanë podiume, kanë sheshe caktuar, mjedise caktuara, japin koncerte, janë të programuar me nxënës, me fëmijë, edhe me instrumentistë që janë amatorë, që janë të pareklamuar. Vinë japin shfaqje, i ka programuar bashkia. Këta aty reklamojnë dhe pastaj punësojnë edhe aktivizojnë. Bile jashtë e përdorin edhe këtë, japin edhe koncerte kështu private të pa programuar në për sallat ndryshme, në për supermarkete, në për aeroporte etj. Pra ka shumë nga këto forma që këto nuk shihen fare. Pse? Se këtu ministri i kulturës thot tendrin, thotë rikonstruksioni i Butrindit. Pare, pam, sa fitoj unë, sa mjep mua, sa do marrësh ti. Kjo është kultura janë. Tjetër, ti s'kan lagje biblioteka lagjesh. Edhe për fëmijët, po edhe për pensionistët. Pensionistët kanë një klub, kanë bibliotekë dhe klub kafene, që të rrinë, të argëtohen, të lexojnë një revistë, të lexojnë një libër, të lozin domino, shah, të kanë kohën. Tjetër, për fëmijët, s'ka një qendër kulturore, si dikur ka qenë shtëpia Pionerit me kurse, me violinë, me gjitha instrumentat, violinë, piano, fizharmonik, etj. Kurse baleti, kurse teatri, kurse sportive, klasa etj. Kjo gjallëron. Pandaja, kalamajt rrinë me celular në dorë. Qa mëson ai atje? Do mësoj video me dhunë, e brava më bravo, me pazare, fitova kaq, humba kaq, atëre ku të çojnë to? Këto të çojnë atje, që këta, kur të rritën, bën kontingent i krimit të organizuar. Se ku i merr krimi i organizuar kontingentat? I josh ai. Kur ti nuk ngre, marr një shembull. Çfarë sipërfaqe do të vesh në një lulishtë të vogël, midis pallatit, të vesh 2 hekura e 2 paralele gjimnastikore. Që të ushtrojnë rinja, të argëtojnë, të kalojnë kohën. Edhe nga ana fizike. Çfarë duhet? Nuk duhet shumë. Ose një fush tenisi, ose një fush basketbolli, voleybolli. Qoftë dhe i tabel, mo. Pa qenë fush e tërë. S'ka gjikuni. Kush e vret mendjen për këtë punë? Se vret njeri mendjen. Turizëm, thot. Po si turizëm? Po shqiptarët, më kur do mendosh ti? Pikërisht të mbetemi te kjo pjesë, si mendoni pse nuk janë reflektuar të ardhurat që janë mbledhur nga turizmi tek rritja ekonomike e vetë shqiptarëve, pasi ka shumë familje shqiptare të cilat nuk arrin dot të bëjnë pushime për gjatë sezonit veror. Shiko, unë jam i mendimit rëra e plazheve duhet jetë publike 100%. 100%, si që është në Michigan, si që është shumica e rërës në Miami të Amerikës, si që është në Barcelonë, si që është në Rio de Janeiro, si që është në Majorka, edhe në shumë plazhe tjera. Unë për këta jam, se ti trajton shqiptarët si kur janë refugjat në vëndin e vetë. Edhe ky vetë sigur është pushtus. Që është kjo? Qa shëbimi i bën ky qytetarëve? Ja jep zhezdongun me 20 euro dhe i merë, duhet i marri atje me kupon të atimor 20% të vëshë. Po aja merë? Si merë? Dhe dani njëri e thotë që mua, unë kam marrë kupon të atimor për zhezdongun. Asi nuk jep. Atëre, pse e jepi atje? Të fitoj ai. Po ndaj kujt fiton ai? Ndaj me, pensionistit. Më merë mua 20 euro. Që mos shkoj me unë atje. Pra shteti i shërben atje hajdutit, oligarkut. Nuk i shërben mua. Atëre, pse e jepi? Dilte ajo kumbare partjen në televizor e thoshte që drejt 8 metro nga buza ujt, nuk ka drejt ai të vërë ato qatë. Po 8 metro që kush e caktoj? Po tani një njeri ujim, vajti në Cancun, e nëzora dhe në Facebook, vajti në Cancun, në 150 metro nga uj, ishte rara bosh, dhe të pishat. Të pishat fillon dhe resorti turistik, privat. Rara ishte publike, që a ishte plas gjigant i nivelit botëror, Cancun i Meksikës, që shkojnë miliarderët.
Këtu bile, si thoshte një gazetare një ditë në televizor, e thoshte kam shkuar thoshte atje në Ksamil, në mërame dohet që t'ishte bus detit, kishim mën portën atje, nuk na lejonin të kalonim. Deri këtu është ka të ndisur. Turizëm. Tamam si koni vendi pushtuar. Kur s'ke respekt, edhe kur nuk i shërben popullit tënd, kështu do përfundosh. Dhe çfarë thotë ka plotësuar kushtet? As i kusht ka plotësuar. Të rikthehemi pak tek deklarata e kryeministit Rama që kishte dhënë në një intervistë për The Guardian, duke thënë se sa herë që Italia na kërkon diçka për ta bërë, pra në raport me këtë vend, ne e bëjmë direkt duke qenë se na kanë ndihmuar, dhe në këtë rast i është referuar pritjes së emigrantëve nga vendet e tjera që Italia i ka sjellë në Shqipëri. Si mendoni, Shqipëria duhet i thotë vazhdimisht po Italisë për çfarëdo lloj gjëje që kërkon Italia, qoftë në këtë rast edhe për marrëveshjen e emigrantëve që i ka sjellë në kampin e Gjadrit? Po kush është ky më që vendosa për Shqipërinë? Kush është ky? Kush e ka caktuar që ky është pronari i Shqipërisë? Po kush e ka caktuar? Unë prandaj akuzoj Evropën. Se Europa që kur u bë kushtetuta nuk ka këmbgulur që të vendoset ndarja pushteteve. Nuk ka ndarje pushtetesh. Kush parti merr votimet, ai merr kuvendin, merr qeverinë, merr institucionet e tjera të pavarura etj. Ai është mbret. Ti ke kontrollin e lartëshetit dhe avokatët e popullit që janë dordolec, janë kukulla, as i kompetencë. Për çka krijohen? Për thënë që jemi demokraci, çfarë demokraci është kjo? Në cilën vend të botës zhvilluar ekzistojnë këto lloj marrëdhënish? Shkon ankohesh te KLSH-ja? Jam ankuar unë një për Bashkinë e Tiranës te KLSH-ja. As pyeti fare ai vendimin. Më dha të drejtë KLSH-ja, por ai Erovelia as pyeti fare për KLSH-n. Atëherë pse duhet KLSH-ja? Pse duhet? Kanë vajtur ata avokati popullit, po për të problem? Ata mbronin, ata ti pyesin të bashkisë thotë son. Ora unë thash, unë kam një korrespondencë, kam një dosje plot korrespondencë me ta, me vulë, me firmë. Kur do shikoj tash, s'ka nevojë të pyes atë. Hap ligjet tash, më takon as më takon. Je njeriu ligjit i. E mora dosjet edhe ika i thash ju, sjeni për këtë punë. Ju merrni rrogën tash hajde tjetër. Kështu që këto gjëra janë falso. Janë falso. Këtu tani kjo është diktaturë. Evropa hesht, ke plotësuar kushtet në BE. Ja u bë tani, u dhanë konkluzion që bën takimin në Strasburg. Qa thanë? U bë takimin, ne i thamë, ata na thanë, qa konkretisht? Kush e që plotësuar atje? Se ishte në grup kapitullin e 3, ishte edhe kapitullin 19, politika sociale dhe punësimi, që janë të lidhur me njëra tjetrën. Pra, punësimi me pensionistët. Urdo, qa është thënë? Qa është thënë asgjë? Kjo është Evropa. Është ajo Evropë e 1113-ës që na shqeu trojat në mëve. Është ajo Evropë, e kam thënë njërë tjetër, është ajo Evropë që në 39-ën kur pursoi Shqipërinë Italia fashiste qepi gojën. Edhe kur mi fare se vet Hitleri e kritikoi, e akuzoi Duçën, i tha, pse s'më ke thënë mua para se të pushtoje Shqipërinë. Pra Hitleri na mbrojti, jo se mos do të pushtonte Shqipërinë ai. Po kam damin, ai kritikoi, Evropa heshti. Edhe tani më mbrapa, rrëzoni komunizmi thënë, se do bëhet si Evropa. Po si do bëhet si Evropa? Po i fjatarë dhe një kotec pulesh, më kur bën një kotec pulesh, e bën një projekt. Sa të madh dha bëj, me çfarë dha bëj? Kam leka, s'kam leka. Si u ndërto ka një shtetit tërë? Dhe mbas kësaj që u bë gaf, nuk mori vesh Evropa, nuk kuptoi gjë, ose nuk ka dashur të kuptoj që ore mirë filloi e bëm rrumpall Shqipërinë që në fillim. Po tani ky thot prioriteti kryesor është turizmi. Po mirë, si mund zhvillohet vendi me turizmin pa një strategji kombëtare të zhvillimit?
turizmi nuk mund të zhvillohet pa i butësi të zhvilluar, pa i bletëri të zhvilluar, pa i frutikulturë të zhvilluar, pa institucione të tjera, pa një industri të përpunimit të fruta perime etj. Të prodhimit të vajrave, gjitha gjëra që ka nevojë shteti. Pse do mbledh tëra? Pra s'ka strategji. Ky thot strategjia këtij është rrugë, porte, aeroporte, tunele, aty tjeta. Korrupsioni varta. Tani thot vazhdoj prapë, do bëhet aeroport tjetër thot në Gjirokastër, kush e di do ja dha ca aeroporte tjera jon Korçë etj. Pra çerdhe e kopshe e klube zbet. Po e kam thënë dhe njërë tjetër mu. Po qa duhet për t'i futur në Tiranë të paktën, për t'i futur fëmijët në kopshe dhe në qerdhe. Dhe pensionistët për të dhenë një klub, bibliotek klub, që të rrinë, të argëtojnë. Po në çdo pallat, bashkia në 10 kate merr një kat, e merr falas nga ndërtuesi me ligj. Në atë kat ai të ndërtoj kopshe, qerdhe edhe lokal në një pallat të vetëm. Po vetëm në Yzberishme e ndërtuar paktën këto kohë të fundit 10 pallate. Në 10 pallate 10 kate, 10 hyrje. Domethënë 10 kate që mund të jenë 4-5 hyrje çdo kat, ishin futur tërë kalamajt shkolla, ashtu në qerdhe dhe kopshe. Edhe pensionistët në lokale. Ku shkojnë këto? Kush i kontrollon këto? Tani unë flas. Më dëgjon njëri? Dëgjon? Thotë vazhdo dot. Kush të dëgjon ty? Ky është shteti jon. Se media jonë e ka mbyllur gojën. Ja këto që po flas sotun, ja kam quar për të botuar një gazetë të përditshme, që më ka botuar dhe herë tjera shkrimet. Këtë se botoj. I kam bërë presion si duhet, ose kam pas frikë. Ta botojmë. Kam javë që kam quar. Ruan nga pushteti. Po dhe i televizion që më thirrte vazhdimisht, edhe më vlerësonte me superlative, njeriu më i famshëm, pozicionisti më i famshëm i muaj. Tani nuk fton. Se si duhet pronari i atij televizioni ju mbush mendja që ky e mori për pushtetin ky, ne kemi nevojë për të marrë tendra koncesioni nga kryeministri, prandaj mos aftojmë mendja se ky do shaj kryeministri. Ja, ky është media jon. Zoti Dyshniku, dhe i pyetja e fundit, çfarë po ndodh me pensionet dhe çfarë do të sjellë sezoni i ri politik që nis në shtator kundrejt shtresës së pensionistëve? Më pyesin mua edhe pensionist dhe qytetar. Disa edhe me provokim. Hadha e morën veshta, qa fituat ta me gjitha protesta që bet? E morën vesh. As u dëgjoj njeri, as fituat gjë. Unë bile dhe sot më tha njeri. Kot delta, kot lodhe se nuk të dëgjoj njeri. I thash unë, po t'ishte që të mos dilja unë nuk isha nevojë të dilja. Po unë dalë për ata të zgjoj nga gjumi ata deret partis, ata dordoleca që marrin nga 70-80.000 lekë, edhe thonë kaq më takon mua. Po nuk është faji tyre që marrin pak. Është faji të tjerëve, i të gjithë të tjerëve. Janë rradh parë atyre që marrin pensionet larta. Po dhe atyre deputetëve, ministrave, drejtorëve që kanë prindrit ish kooperativist apo punëtor, dikushëm, që marrin ata kaq lek, po i thotë çfarë do ti? Unë të shqej tyja, unë të mjekoj tyja, unë ty s'mungon asgjë. Jo, më i them, zotri deputet, e ambasador, e ministra, nuk është ky respekti për prindin, për gjysët. Ky është një fyrje, është një ulje digniteti. Ti e trajton prindin sikur është qen, që mjafton të hedhësh një kockë, ta lipi kockën dhe kaq mjaftohet. Prindi, nëna, babai, gjyshi atjer, këta kanë nevojë për dignitet. Duan të t'i jap marrin shpërblimin e punës së një jete të tërë. Se me atë punë që bën këta prindër e tu, këta të rritën tyja, të quan në shkollë, të diplomuan, të martuan
dhe tash ti u bëre deputet. Me punën e tyre që ata marrin 80.000 lekë sot, i e bërë ti deputet. Nuk i ke bërë ti këto, nuk është thjesht jote. Tani po fillon ti lëpish këpucët kryetarit partisë që të bëri deputet në listë të mbyllur. Pra këtu fillon, kjo është e keqja. Edhe keqja dytë është e medias. Media jonë është media antikombëtare. Bëjnë tur lloj emisionesh. Edhe për ushqimin e qenëve. Edhe për shpinë e 2 dhe 3. Edhe sa këpucë ka kjo modele, edhe sa fustane ka. Ku i bën pushimet, etj. Po s'nuk flasin të tregojnë shqiptarëve, ore si duhet jetë qyteti. Çfarë elementësh jetik të domosdoshëm duhet ketë një lagje. Si duhet ta kalojmë kohën, argëtimin, pensionistët, po dhe fëmijët, edhe të rinj, këtë aktivitete sportive, artistike, kulturore. Këto janë, nuk janë çështje buke, çështje kocke. Se po trajtojnë qend e bashkisë, marrin 180 euro në muaj shpenzon bashkia. Kurse ai kooperativisti që ka ushqyer me ushqim tërë Shqipërinë, sot merr 70-80.000 lekë. Ky është i krim. Prandaj unë them që ky votat i ka marrë. Por ne nuk jemi një lloj si ata që thoshin kur aposhtoi fashizmi italian dhe gjerman, një pjesë thoshin nuk ta luftojmë se është fuqi e madhe, na shtyp. Po të mendoni kështu edhe partizanët, nuk dilin luftë. E Shqipëria do ishte coptuar tani. Se kush mori pjesë, kush ka kaluar në koalicionin fashist, iku, ju fluroi. U coptua vendi. Po ne pa gjefare edhe u ngrita i Greku në Paris e tha, Shqipëria tha, ka qenë pro tha fashizmit. Pse? Se ne kishim pushtuar dhe Italia fashista sulmoi Greqinë. Çka çan logjike? Palese ti ishim bashkëpunuar me ata, mos ngrim luftë. Edhe kulmi fare është, këta nuk flasin fare se kanë frita thonë. Kanë frita thonë dhe nuk i intereson ta thonë. Po mi më ti shan luftën nacionale. Po atë luftë e mbështeti Amerika më dhe Anglia. Pruj kolonerit dhe gjeneralët në shtabin e ushtrisë. I ka furnizor me flori, me armatim, me ilaçe, me mjek, etj, me ndërlidhje. I ka quar partizanët për mjekim, për operim, në Bari, në Egypt. Pra, nuk janë të diskutime. Vazhdojmë akoma ne, ballist, partizan, antikomunist, komunist. Nuk ecim do të shune. Nuk bëhet Shqipëria me luftë klasash. Prandaj përfitojnë ta. Luftë klasash në kohën e komunizmit, luftë tani. Jeme PD-n, s'ka punë, se është PS-ja në pushtet. Do vi PD-ja në pushtet, do fluturojnë gjithë ata. Prandaj këta nuk thonë, ore, përgjysmoje administratën, se me këta administratën mban pushtetin e Edi Rama, ose ai tjetri do vi mbas Edi Ramës. Përgjysmoje se shërbimet i bën privati. Deputetët, bollja 50-60 deputet, për çfarë duhen? Vetëm për vota. Për të marrë pushtetin ky. Për çfarë duhen ta? Ja dhe 10 agjenci dhe inspektorate, mbushur plot. Është bërë policia bashkiake, është bërë 6.000-7.000 veta. Çfarë bëjnë? Vetëm gjobave, makinave. Edhe zien, i marrin ushqimet, zezavate dhe frutat, atyre, fshatarëve të shket, me torn, plaçka. Kjo është policia. Ama nuk shef që rrugët janë papastruara nga firma e pastrimit. Nuk shef që firma të ndërtimit hedhi dhe dheun. E thot, Tirana është e pastër. Tirana turistike. Çfarë Tirana? Tu s'ka kosha perrësh, po. Çfarë turizmi thua ti? S'ke një kosh me ruinash. Kazanët e perë arrin plot, mbushën plot. Plot rreth për qark me qen, rrugaç. E po Tirana turistike nuk është qendra, shehi Skënderbej. Pasaja turistike thot. Nuk e di. Do keni vajtur te po shehi Skënderbej është një WC publike. E vetë një WC publike në Tiranë. I kanë bërë edhe një foto dhe një video në saj. Është për faqet zezë, dhe turpi madh. Janë 4 ndarje për burra, njërë çimento është sterrë zezë. Po pa dyrë janë ato, janë pa dyrë ndarjet, po dhe nuk kanë edhe kështu ndajse plastike. Edhe kur e lanë ajo pastrusja, i hedh zorrë kështu,
Jo ta pasoj me leck, po hedh zorrën e ujit, shko ulë po deshet ti. Aty vjen turistët. Thonë kjo Tirana turistike. Çfarë Tirana turistike? Ja, kjo është Tirana turistike. Sa gjëra ka turizmi për të bërë. Zoti Dyshniku, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit dhe juve. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.